Në prag të zgjedhjeve të pjesshme vendore të 9 nëntorit për kryebashkiak, qytetarët e Vlorës që në 80% të tyre janë ndjekës të televizioneve, nuk po ndjejnë ende atmosferën e fushatës dhe nuk po njihen me platformat e kandidatëve. Ata thonë se çdo mbrëmje presin përpara televizorit për t'u njohur nga mediat lokale të qytetit apo edhe nga ato kombëtare, por deri më tani nuk kanë asnjë haber, si në drek ashtu edhe në darkë. Kur kanë mbetur më pak se 25 ditë nga data e zgjedhjeve të pjesshme vendore, partitë dhe kandidatët për kryetar bashkie nuk po shfaqen në media, çka rrezikon një përqindje të ulët të pjesëmarrjes të qytetarëve në këto zgjedhje. Në këto ditë, si Partia Socialiste, ashtu edhe Partia Demokratike zhvillojnë mbledhje me strukturat e tyre politike dhe i publikojnë në Facebook, por harojnë se pjesa më e madhe e qytetarëve të Vlorës që janë moshë e tretë nuk kanë akses në rrjetet sociale. Të intervistuarit gjatë kësaj të martë nga televizioni 6+1 Vlora tregojnë se informohen për zhvillimet politike dhe gjithçka tjetër vetëm nga televizori, pra nga mediat televizive, pasi përveç besimit që kanë, aksesin e kanë edhe më të lehtë. Keni Facebook? Jo. S'keni? Jo. Po lajmet ku i shikoni? I shkojmë nga herë te ju, atë gjysmë pastaj në stacionet e Tiranës. Facebook s'keni, nuk keni? Ja. Keni Facebook? Ja. Nuk keni? Vetëm televizorin atje. Ku i shikoni lajmet? Te televizori. Atje ajo është, ato kemi bazë. Facebook-un s'dini ta përdorni? Jo, unë nuk e përdor. Unë vetë ja. Po këto thuaja si kemi mësuar. Dini gjëra tjera? Facebook? Kemi? Ne, ky ka, unë s'ka. Kemi Facebook? Këndishni këtë stacion? Në të gjitha dhe 6+1 në të gjitha stacionet të lajmit. Në të gjitha... Më të besuara për ju kush janë lajmet e kujt, e televizionet apo rrjetet sociale? Në ato televizioneve gjithmonë na pëlqen, sidomos e Vlorës. Facebook? Po, kam Facebook. Lajmet ku i shikoni më shumë, në Facebook apo në televizion dhe kë mendoni ju se janë më... Jo, në televizion. Nuk e aplikoj Facebook-un, televizioni i shikoj lajmet. Sa? Sigurisht që pregatiten më serioze, nëse edhe nga Facebook-u mund t'i marrësh nga televizioni, por edhe për efekt shikimi, më pastër edhe më qartë me fjalë, për ekranit. Janë edhe më të besuara. Më të besuara, patjetër, më të besuara. Dhe jo të gjithë televizionet. Kam reduktuar cili gazetar është, kush e pregatit e tjera, e kam opinioni për gjithë gazetarët e Republikës. Ku ndiqni zakonisht këtu? Në Vlorë ndiqni më shumë? Patjetër 6+ e kam xhan. Po ku ndiqni më shumë lajmet? Në televizion? Në televizion më shumë. Se më shumë televizion? Çfarë janë më të besuara lajmet e televizioneve? Kemi më shumë besim te televizionet. Janë dhe më të saktë. Ndërkohë ne të moshuarit më janojmë disa strese, siklete nga ato që shohim dhe dëgjojmë. Na pëlqejnë dhe speakerët kështu. Kush pëlqen më shumë? Cilat media ndiqni? Ha? Cilat media ndiqni? Më shumë më pëlqen ai Birillazit. Erhan. Zoti Sika, ti je mirë. Facebook? Jo, nuk kam. Nuk. Po lajmet ku i ndiqni? Në për televizore... Në televizion keni më shumë besim për lajmet që japin televizion? Pa, ai 6+1 brenda Vlorës do e ndjekim për sa mundësi kemi. Dhe keni dhënë ca kronikat mira. Sidomos për aviacion apo për këto lungëmarret. E ndiqni? E ndjekim patjetër. Jo. Po ku i ndiqni lajmet? Televizor. Jo, Nuk keni? nuk i përdorim. Lajmet i shikojmë, po lajmet i Ku i shikojmë ndiqni? të rregullta. Sidomos në orën 3:30, të Klanit dhe të Topit në orën 3. Duhemi të jemi të informuar për çdo gjë. Dhe sillat që ke vështirë, Më shumë në televizion e ndiqni? po, mosha jon po në televizion. Në Vlorës i ndiqni? Po, edhe juve ju shikojmë gjithmonë. Na pëlqeni shumë, na informoni për çdo gjë.
Rofshi. Faleminderit shumë. Keni Facebook? Jo, nuk kemi fare, jemi kështu. Lajmet ku shikoni? Lajmet atë kur jep ty. Facebook keni? Jo. Po lajmet ku i shikoni? Gjithë televizionet, e të Rusi, e të Gjermani, e të Rusisë, kanë dhe një 4 vjetë të Moskë. Në kore atje që e shajnë. Po lajmet shqiptare këtu i shikoni televizion? I shikoj gjithë televizionet. Është Prosnjëshin e ndiqni? E ndjek. Mirë, jeni shumë më të mirë dhe nga ata mashtrusat. Jo, Ku i shikoni lajmet? në televizor, po. Facebook keni? Jo, nuk ka. Nuk ka. Po ku i shikoni lajmet? Televizorë. Po, është më i besueshëm televizioni. Për mua po. Ndiqni më shumë atje. Tjere që vënë, do që kanë të Facebooku që thuaj ti unë se ti fare, edhe nuk e njof, se në plejtën e nuk marrë vesh, po lajme në televizori i dëgjoj vetëm. Facebook keni? Jo, s'kam. Po lajmet ku i shikoni? Të televizori. Është më i besueshëm televizori apo jo? Që A di keni mundësi ju? S'keni shiko, 6+1 e ndjek? po se jetë vlorë, jam vlojant të pro. Të pëlqejnë lajmet e Shumë, jashtëzakonisht. Keni Facebook? Nuk e përdorë Nuk e përdor. Ja. Po ku i shikon lajmet? Unë shoh lajmet televizor. Ju ku e ndjek më shumë? Kë televizion ndjek më shumë? Jep Top Channel. Top në Channel Vlorë? edhe Juve. Na ndiqni me ne. Ndjek prandaj na lova sepse je ti. Miru pafshim. Faleminderit. Jo, s'kam. Po lajmet ku i shikon? Çfarë televizioni ndiqni? Të gjitha i ndjekun. Po 6+1? Edhe 6% e kam ndjekur. Ndiq. Lajmet ku i shikon? Dhe në televizor. Ne i ndjekim të 6+1, të News 24 dhe të Klani. Facebook. Po unë jam moshe kalori, jam 73 vjeç, jam moshatar. Ku marrë vesh unë në Facebooku këto gjërat e tjera? Po ku i shikoni lajmet? Si? Lajmet ku i shikoni? Unë i shikoj të gjithë televizor shqiptar, të Klari, të Top Channel, sidomos të 6+1 Vlora. Ju pëlqejnë lajmet, i ndiqni në Por, informoheni gjithmonë. jo, normalisht, për shumë, moshe kalori, si shabu moshe tret, gjote i përqenjë lajmet. Bile unë edhe në mëngjes, kur del shtypi për dishëm, e shikoj, e lexoj, e bëj. Se në një farë mënyrë, është mënyrë jetese kjo. Ne moshatar kemi nevojë për informacion. Rrjetet sociale kanë vetëm të rinjt, por realiteti është i hidhur në këto kohët e sotme që jetojmë në qytetin e Vlorës, pasi pjesa më e madhe e tyre janë larguar, por edhe ata që kanë mbetur këtu neglizhojnë të dalin në votime dhe në të shumtën e rasteve nuk kanë as karta identiteti. 80% e qytetarëve të Vlorës janë ndjekës të televizioneve dhe jo të rrjeteve sociale, ndaj Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, si dhe kandidatët e tyre për kryebashkiak do të duhet t'i drejtohen kësaj pjese të popullatës që është në shumicë nëpërmjet mediave televizive dhe jo nëpërmjet faqeve në Facebook të partive apo të kandidatëve, pasi do të kemi dy realitete, errësirë totale dhe mosnjohje kandidatëve dhe programeve të tyre nga njëra anë dhe nga ana tjetër pjesëmarrje të ulët në votimet e 9 nëntorit. Në një qytet kur mosha e tretë është në shumicë, televizioni është i vetmi mjet informimi aksesueshëm dhe më besniku.